Përshëndetje, mirë se erdhët. Si fillim po flas një për shërbimet e mia, pastaj do të kaloj tek parashikimi për javën e vazhdim. Do flas një për ndikimet e përgjithshme, siç e bëj gjithmonë, pastaj do të kaloj tek shenjat me radhë. Një herë se fillim, unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejta çdo javë, të hënë dhe të premte, të hënave flas në lidhje me ciklin e hënës, në kohë që të premteve bëj parashikimin për javën e vazhdim. Këto video i vet e kanali im YouTube-it, ndërkohë që kam edhe parashitjet e mia në televizion. Këto janë përsëri të hënë dhe të premte, të hënave jam tek kanali ADCNN dhe tek programi Report TV. Tek ADCNN jam në orën 9, ndërkohë që te Report TV jam në orën 10:20. Dhe ditëve të premte jam tek Top Channel, pra është shtuar vetëm Report TV tashmë. Përveç këtyre, të cilat janë shërbime për ju, për publikun, prandaj dhe janë pa pagesë, kam edhe shërbime personale, të cilat bëj analizën e hartës tuaj të lindjes, janë specifike për ju, kërkoj një punë ekstra, prandaj dhe janë shërbime pa pagesë. Gjatë këtyre, siç e thash, mund të bëjmë analizën e hartës tuaj, mund të bëjmë analizën e lindjes tuaj, mund të gjejmë ascendentin për orën e saktë të lindjes për të gjithë ata që nuk e dinë, dhe të bëjmë parashikimin për të ardhmen, ose të shikojmë probabilitetet më të larta që keni në hartën tuaj dhe si të arrini potencialin tuaj të plot. Për të gjithë ata që duan të prenotojnë konsultën e tyre, mund të më shkruani nga WhatsApp-i im, i cili është i vendosur tek të gjitha platformat e mia. Emri të të gjitha platformat e mia është Astrologe Denisa Shyle, e zgjodha në mënyrë që të ishte thjesht, pra shkrova në këtë mënyrë që të ishte thjesht që të më gjeni. Shenja që është më ndikuar gjatë javës në vazhdim është padyshim shenja e Dashit. Kemi kalimet planetare, vazhdojmë që të kemi, të themi, paradën e planeteve, është kalimi i Mërkurit tek shenja juaj. Kjo do t'jetë ditën e mërkur dhe ky kalim planetar do të thotë që të gjitha planetet tashmë kanë dalë nga shenja e Peshqve, kemi shumë një dominancë tek shenja juaj, për më thash. Dhe Mërkuri, siç e përmenda pak më parë, do të jetë në takim edhe me Marsin, si është drejtuesi juaj. Të gjitha këto vendosje juve i bën vërtet shumë impulsiv, por nga ana tjetër japen edhe shumë mundësi. Këto mundësi vijnë në forma të ndryshme, si për rritjen tuaj në karrierë, për zhvillimin e marrëdhënieve tuaja personale, për të kryer kontakte të reja, për të socializuar më tepër, për të qenë më aktiv, më proaktiv, më të them, sepse merrni gjithçka në dorë, pak a shumë nuk keni më nevojë që të prisni nga të tjerët. Jeni në fazën ku filloni dhe ecni me hapa të sigurt, kemi ndryshimin e komplet identitetit tuaj, i cili kjo do të fillojë të ndihet shumë më tepër nga hëna e re e tutje, pra duke filluar nga dita e premte e tutje, por deri në atë ditë vërtet që fillojmë të perceptojmë se çfarë nuk funksionon në jetën tonë, i shikojmë të gjitha marrëdhëniet me një sy tjetër, jemi në të vërtet persona të cilët kanë një diapazon shumë të gjerë ose një horizont më të gjerë, prandaj dhe kjo ju ndihmon që të përzgjidhni mirë se çfarë funksionon në jetën tuaj. Shenja e Dashit në të vërtetë është një nga shenjat që ka shumë fat, është thjesht se në këto momente duhet të jetë vërtet shumë i vëmendshëm se ku e hapin. I keni këtë mundësi, mjafton që të mos nxitoheni. Problemi vetëm që mund të ekzistojë është se po lodheni. Dhe duke qenë se kemi një dominancë vërtet shumë të madhe në shenjën tuaj dhe mbi të gjitha, kjo hëneri do të jetë në takim edhe me Chironin ose me Chironin, që është plaga jonë e përjetshme, mund të thot edhe probleme tek shëndeti jonë fizik. Tani këto probleme tek shëndeti fizik janë me kusht në të vërtet. Në qoftë se ne nuk jemi aktiv, pra nuk bëjmë sport, mund të vëmë vërtet probleme të rëndësishme në trupin ton, por në qoftë se ne jemi aktiv, pra gjithë atë energjinë, fuqinë që kemi në këtë moment e shfrymë diku, vërtet që jo vetëm që nuk do të kemi problem, por madje mund ta përdorim këtë moment për të rritur vërtet shumë. Kemi një avancim vërtet shumë të madh tek shenja juaj. Por përsëris kushti vetëm është që t'jeni të kujdesshëm në lidhje me shëndetin fizik dhe t'jeni më aktiv në këto momente. Pikat ku do të këshilloj që të fokusoheni është vetvetja. Pika tjetër që do të këshilloj që të fokusoheni është socializimi i shëndetshëm në këtë rast, të organizoheni mirë dhe të mos e harxhoni kohën me situata ose me persona të cilët nuk janë të frytshme për ju, duke qenë se në këtë moment ju duhet disi të vraponi dhe nuk keni më kohë që të humbisni. Në lidhje me zhvillimet e karrierës është një javë pozitive, por duke qenë se jemi edhe gjatë javës të cilët duhet heqim nga jeta gjërat të cilat nuk janë funksionale, vëzhgojnë edhe një herë me syrin e kritikut.
Për sa përket çështjeve sentimentale, në këtë periudhë jeni me shumë fat. Keni disa vendosje të cilat e shtojnë vërtet shumë fatin tek shenja juaj, dhe për më tepër jeni me shumë përgjegjës, pra, si për zgjedhjet që bëni, po ashtu edhe në mënyrë se si i shikoni njerëzit tuaj, se si i trajtoni njerëzit që keni në jetë. Për këtë arsye, shenja e dashit të paktën gjatë kësaj jave, gjithmonë është, po të paktën gjatë kësaj jave për mua është shenja e preferuar, do të doja vërtet që të kaloj akoma me një person që të shenjë. Jeni vërtet fantastik. Okej. Kalojmë tek shenja e demit. Për ju kemi një ndikim të fuqishëm, prekeni vërtet shumë tek shëndeti mendor ose tek ana shpirtërore. Jeni shumë të ngarkuar në këto momente, duke qenë se kemi shumë vendosur tek shenja e dashit. Çdo gjë rreth e rrotull jush po ndryshon shumë shpesh, shumë shpejt dhe shumë shpesh në të njëjtën kohë, prandaj edhe keni pak të vështirësi të kapni rendin e kohës. Keni mundësi vërtet shumë të mëdha për të krijuar një bazament në të ardhët materiale, sepse keni fat, duke qenë se Venusi është i vendosur në këto momente tek shenja juaj, por gjithçka siç e thash po ndryshon shumë shpejt dhe ju keni pak të vështirë që të kapni ritmin e kohës. Pak më tepër që mund të përballeni edhe me tashë teme, me personat që nuk ja duan shumë të mirën. Këta persona përgjithësi mund të jenë në formën e partnerëve tuaj në përgjithësi në lidhje me bashkëpunimet, ose mund të jenë dhe persona të cilët në një farë mënyrë ose në tjetër keni njohur nëpërmjet partnerëve tuaj, pra në lidhje sentimentale, pra brenda martesave e të tjerë, pra nëpërmjet bashkëshortit, bashkëshortes ose dhe familjes në disa raste. Kjo do thotë që duhet jeni vërtet shumë të vëmendshëm ndaj çdo gjë që dëgjoni dhe të mos e merrni shumë për zemër, gjë që mund të bëhet pak e vështirë, që të veproni në mënyrë impulsive kundër këtyre personave. Absolutisht nuk këshilloj, sepse në të vërtetë po mundojnë thjesht të marrin reagimin tuaj dhe që të pengojnë atë ritmin që keni në këto momente për të rritur. Është pak a shumë në mënyrë instiktive kjo, çfarë po bëhet kundrejt jush, pra nuk është një sulm personal, është thjesht se ju në këto momente po testoni për të fundit nëse e meritoni apo se meritoni zhvillimin që po vjen aktualisht në jetën tuaj. Për fat të mirë kemi një vlerësim shumë të madh në lidhje me karrierën, do të filloni të ndjeni vërtet shumë duke filluar nga dita e njëjtë e tutje. Por do t'i këshilloj që në këtë pikë të jeni vërtet shumë të kujdesshëm me hapat që hini, duke qenë siç e thash mund të përballeni edhe me një lloj armiqësie nëse jeni duke u futur në një ambient të ri. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve familjare, marrëdhënieve sentimentale dhe lidhjeve afatgjata, jeni në një fazë vërtet shumë pozitive. Jeni një nga shenjat që keni më tepër fat në këtë pikë, duke qenë se Venusi, që është planeti i dashurisë, është i vendosur në këto momente tek shenja juaj dhe krijon një farë stabiliteti ekonomik, krijon një marrëdhënie familjare shumë më tepër harmoni, e njëjta gjë është e vlefshme edhe për sa i përket lidhjeve afatgjata, në të cilat përsëris mund të keni një rindezje të gjitha ndjenjave. Kjo ju bën detyrimisht të ndjeni më mirë. Por, duke qenë se shëndeti mendor, shpirtëror është ndikuar, mund të thotë edhe ndikime tek shëndeti fizik, sidomos për ata që nuk janë të vëmendshëm dhe e tepërojnë atë çfarë konsumojnë. Shenja e binjakëve, për ju kemi një ndikim pozitiv, që është dita e Mërkurit, kemi kalimin e Mërkurit, drejtuesit tuaj tek shenja e radhës, që është ajo e dashit. Dita e njëjtë është disi e vështirë, duke qenë se kemi Mërkurin të vendosur te grada e fundit të shenjës së peshqve, kjo krijon kriza të rëndësishme në jetën tonë. Këto në përgjithësi mund të jenë brenda karrierës ose me prorët tuaj. Mund të merrni informacione ose mund të përcjellni informacione të cilat nuk priten aq përzemërsisht, ose mund të jenë edhe momenti i fundit ku këto marrëdhënie sfidohen. Pas kësaj jemi më të fokusuar tek realizimi i qëllimit që ne kemi në jetë, i parimeve tona, jemi më social në jetën tonë dhe për këtë arsye kemi edhe kontakte të reja të cilat hyjnë në jetën tonë, të cilat na ndihmojnë për të realizuar pikërisht këto që sapo përmenda. Në lidhje me karrierën në këto momente kemi një avancim, por mund të kemi edhe ndryshim komplet të rrjedhës së ujit, gjë që do të ndodhë detyrimisht në bazë të dëshirave tuaja, sepse ky pjesë e muaj që na ka ngelur të paktën është fiks realizimi i qëllimit të ëndrave tuaja. Në të vërtetë jeni shumë të aftë për ta bërë këtë, i keni të gjitha elementet në dorë, mjafton që ju thjesht të zgjidhni se ku do t'i vendosni. Nëse jeni apo jeni të kënaqur tek puna juaj, do të keni një ndikim vërtet shumë të madh. Nëse vlerësoni apo nuk vlerësoni ashtu siç duhet, edhe kjo do të ketë një ndikim shumë të madh.
por për ju do të këshilloj që t'jeni disi më të vëmendshëm në lidhje me marrëdhëniet tuaja personale, duke qenë se në këto momente, sidomos lidhjet afatgjata, mund të jenë disi më të sfiduara se sa zakonisht. Kjo sepse partneri juaj mund të ndjetë pak i testuar ose i kërcënuar nga një individ që është në këto momente rreth rrotullush ose nga situatat të ndryshme të cilat mund ta kenë bërë të ndjen i zëvendësueshëm ose e zëvendësueshme. Kjo është edhe arsye që do të këshilloj që të fokusoheshit pak për të mirëmbajtur këtë marrëdhënie, duke qenë se kemi pasur një periudhë vërtet shumë të gjatë që keni qenë të shpërndar dhe mund të keni kryer të boshllëqe, le të themi, tek këto marrëdhënie, pra marrëdhëniet sentimentale dhe lidhjet afatgjata. E njëjta gjë mund të jetë e vlefshme edhe në lidhje me partneritetet e biznesit. Nëse kemi një farë dyshimi, do të këshilloj që ta zgjidhni menjëherë pa ia lënë kohës, pra sepse ju mund të shkaktojë edhe dëme më të mëdha. Pika ku keni fat, që domosdoshmërisht keni fat në këto momente, është krijimi i diçka të re, duke qenë se menjëherë pas anës së re do të keni mundësi që të filloni që të realizoni ëndrat tuaja në mënyrë metodike tashmë, sepse keni shumë më të hapur rrugën dhe mbi të gjitha jeni dhe shumë më të përgjegjës ndaj zgjedhjeve që bëni, prandaj është një periudhë vërtet shumë pozitive. Java në vazhdim në përgjithësi për ju është pozitive, jemi realist, përveç ditës së martë, e cila mund të bëhet pak problematike nëse nuk jeni të vëmendshëm, po është vetëm në mbasdite dhe duke qenë se në përgjithësi të paktën njerëzit nuk punojnë në mbasdite, mund ta keni më të thjeshtë për ta menaxhuar. Në lidhje me shëndetin jemi të prekur. Se si do të jemi të prekur, do të këshilloj vërtet që të dëgjonit vitin që bëre për hënën e re. Shenja e gaforës. Në këto momente, shenja e gaforës ka ndikime në dy fusha të cilat janë shumë të rëndësishme. Një, karriera, krijimi i farë figure autoriteti në vendin e punës ose në çfarëdo dhe karrierë që keni zgjedhur. Dhe e dyta është në lidhje me krijimin e stabilitetit ekonomik në shtëpi, brenda banesës. Kemi fat për të kryer lidhje sentimentale afatgjata, por në këto momente dy pikat kulminante ose dy pikat që janë shumë dominante gjatë javës në vazhdim janë pikërisht këto të dyja, banesa dhe karriera. Do të na duhet që të vendosim nëse jemi posimet të lumtur në atë çfarë po bëjmë dhe aty ku jetojmë. Marrëdhëniet familjare për këtë arsye mund të jenë disi të sfiduar sepse po krijojnë disa balanca të reja. Pak më tepër që kemi një hënë të re, pikërisht tek shenja e dashit, dhe kjo do të prek shumë edhe karrierën tonë në përgjithësi, mund të na duhet që t'i vëmë ta shqyrtojmë edhe një herë, ta analizojmë edhe një herë, nëse është apo s'është rruga që ne duam të ndjekim. Mund të kemi ndryshime vërtet shumë të mëdha për këtë arsye, si për zhvendosje, po ashtu dhe mund të ndryshojmë edhe rolin që kemi tek vendimi i punës. Në përgjithësi, ndryshimet janë shumë pozitive, por kjo javë mund të bëhet pak e lodhshme. Tendenca është si gjithmonë për shenjën e gaforës të mbyllet pak më në vetvete dhe të mendohet edhe në momentin ku duhet hedhë hapin. Pak më tepër që gjatë gjithë kësaj jave do të kemi edhe hënën duke u zvogëluar, të paktën deri ditën e premte, kjo do të thonë që energjia vjen duke ulur, duke filluar nga dita e mërkurë në mbasdite, pra dita e mërkurë e njëjta dhe e premte janë 2 ditë e gjysmë, pra duke filluar që nga pjesa e dytë e ditës së mërkurë, hëna do të jetë tashmë tek faza e fundit që është e balsamike, që do të thonë është e padukshme në qiell. Kjo do të thonë që energjia e shenjës së gaforës është vërtet shumë e ulët, është pak më e hapur ndaj problemeve dhe problemet në përgjithësi mund të vinë në formën e probleme të rëndësishme tek shëndeti, sidomos tek stomaku, duke qenë se në këto momente është pika ku është më e ndjeshme tek shenja e gaforës. Në përgjithësi është për gjatë javës ta ketë edhe më tepër, dhe kjo mund të thotë që mund ta teprojmë atë çfarë konsumon dhe kjo mund të dëmtojë edhe më tepër komplet organizmin e saj. Që mund të thotë edhe probleme të rëndësishme madje në disa momente mund të duhet që të frenohen, ndërkohë që në të vërtetë duhet të ecë. Tani se si duhet anashkolojmë këto probleme është e thjeshtë, të jemi të kujdesshëm atë çfarë konsumojmë, të fokusohemi tek gjërat që po funksionojnë në këto momente. Tek karriera jonë, të jemi të sigurt për hapin që do të hedhim më vonë, të mos bien pre e manipulimeve që mund të ndodhin ose do të ndodhin më të themi në këto momente, si tek kolektivi jonë, po ashtu edhe me persona me të cilët kalojmë kohën ose janë ekspert për të cilët marrin mendime të caktuara, e njëjta gjë është e vlefshme edhe të mos bien pre e vetë manipulimi, pra të mos e sabotojmë vetën tonë. Këto janë pikat të cilat shenja e gaforës që gjithë javës në vazhdim do të jetë e vëmendshme nëse dëshiron që të jetë funksionale në radhë të parë. Ndërkohë që në momentin që jemi disi më të programuar kujdesim për çfarë ham dhe çfarë pim dhe çfarë konsumojmë, e kemi shumë më të thjeshtë pasaj që të fokusohemi tek gjërat që kanë rëndësi.
Këshilla më e rëndësishme gjatë kësaj jave është të bëni atë çfarë juve ju ndjen të sigurt, të bën të ndjeni të sigurt. Kaloni kohë me persona që ju bën që të ndjeni si familje ose të sigurt, që ndjeni të kuptuar. Kjo vërtet do t'ju ndihmojë që çdo problem që mund t'ju dalë përpara ta kaloni shumë thjesht. Është një farë nevojë energjetike që në këtë moment e ka shenjë nga forës, dhe nëse se këtë e mirë, pra të ndjesin e familjes që e duan njerëzit, që e pranojnë ashtu siç është, e ka shumë më të thjeshtë që të bëj ballë dhe të ketë edhe një farë morali, pra për të avancuar dhe në jetën e saj. Përse pikat më dominante gjatë kësaj jave që kanë ndikim më të madh është karriera dhe familja ose shtëpia. Shenja e luanit, në këto momente kemi një ndikim shumë të fuqishëm. Në përgjithësi shenja e luanit ka një pastrim të fanatizmit në këto momente, aty ku ka penguar vetën e tij për të avancuar. Hëna e re që do të jetë ditën e premte, në të vërtetë është një ndikim shumë i fuqishëm për ju, duke qenë se është lindje e diellit të ri tek shenja e dashit, ku dielli shkëlqen dhe dielli është drejtuesi juaj. Kjo do të thotë për një identitet të ri më të gjerë, keni një enë më të gjerë pas kësaj. Prandaj dhe keni mundësi shumë më të mëdha për të pasur një jetë shumë më të begatë. Shenja e luanit është një nga shenjat e cila mund të përfitojë shumë më tepër se të gjitha shenjat e tjera gjatë gjithë javës në vazhdim. Kemi shumë të qartë, do ta shikoni shumë qartë, më të them se çfarë ju pengon, ku ju vetë deri në këtë moment nuk keni qenë të sigurt, ku mund të keni rënë pre në disa raste edhe e vetë sabotimit. Edhe pse ajo hënë e re, pra që është ditën e mërkurë, mund të jetë e hapur përsëri në lidhje me sabotimin, ju në të vërtetë e keni shumë të thjeshtë se ta kuptoni se çfarë po bëni dhe ta anashkaloni atë ose ta shmangni. Prandaj dhe do të këshilloj që thjesht të shikoni, të jeni të vëmendshëm dhe të besoni syve tuaj, pse nuk ka nevojë të thotë dikush tjetër. Pika që në këto momente ju keni shumë fat, vërtet shumë fat, është çështje sentimentale. Kemi një perceptim të ri këtu. Kemi një zërim vërtet shumë të madh të enës tonë. Kemi rritje vërtet shumë të mëdha edhe në lidhje me karrierën. Pavarësisht se mund të duket në formën e krizave, kjo nëse ju zgjidhni këto kriza pavarësisht siç e thash dhe javën e kaluar, e keni shumë më të thjeshtë që të avanconi në karrierë dhe kjo do të thotë ardhur materiale vërtet shumë të mira. Ndërkohë që mënyra e komunikimit është të përforcuar në mënyrë të dukshme, tani dhe nuk e zgjasni më diskutimin më tepër se çfarë duhet, i shkoni pak a shumë në rrënjë pra muhabetit. Kjo detyrimisht ju ndihmon në çdo aspekt të jetës, përse pika ku nuk gjatë kësaj jave keni më tepër fat është çështja sentimentale, mos lidhet afatgjata, këtu ndjeni vërtet shumë të kuptuar dhe të këshilloj të kaloni sa më tepër kohë me këta persona. Nga ana tjetër, nëse nuk jeni në një lidhje, do të këshilloj që të kaloni kohë me personat që ju bëjnë të ndjeni si familje, pra të kuptuar e njëjtë gjë, pak a shumë siç ishte tek shenja e gaforës. Në lidhje me shëndetin ju jeni të ndikuar, edhe pse mund të keni fat, edhe pse mund ta keni më të thjeshtë të anashkaloni problemet, e keni të ndikuar duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenjat e zjarrit, pra të shenjat dashit sidomos. Prandaj dhe mund të kemi probleme tek rrugët kardiovaskulare. Kjo të gjithë ata që kanë probleme, të gjithë ata të cilët e dinë që në moment që sforcojnë trupin e tyre kanë sadopak problem, gjatë kësaj jave do të këshilloj që të jemi më të qetë në veprimtarit tona dhe të mos egzagjerojmë. Mundësisht të tokëzohemi, të mbushemi me frymëkarenci sepse ajri është i varfër në oksigjen, prandaj të kalojmë kohë në ambiente të cilat janë me pyje, me pemë, me bimësi, pra është e rëndësishme edhe për ju. Shenja e vergjëreshës në javën në vazhdim ka një ndikim rritës, rritet vërtet, domethënë rritet pikat ku zhvillohet më tepër më të themi, është në lidhje me vlerën që pranon të marrë, sidomos nga personat me të cilët ka bashkëpunuar. Aty ku deri në këto momente e di dhe ajo vetë që nuk është vlerësuar ashtu siç duhet. Prandaj dhe mund të kemi mbarimin e disa marrëdhënieve, tu bëhet fjalë më tepër në lidhje me të ardhurat materiale, të cilat nuk kanë qenë funksionale, me të cilat mund të kemi investuar shumë, por nuk kemi marrë atë çfarë meritojmë, pra ose çfarë meriton puna jonë. Ndërkohë që për ndarjen e pronave, për ndarjen e të ardhurave materiale, po ashtu edhe në lidhje me gjyqet, është një javë e cila në përgjithësi përfundon me drejtësi. Jemi shumë më përgjegjës dhe dim se si të komunikojmë në mënyrë që të marrim atë çfarë ne dëshirojmë.
Ky ndikim fillon që të ndihet shumë herë më tepër dhe më i fuqishëm dhe më pozitiv nga dita e mërkurë tutje kur Mërkuri të kaloi tek shenja e dashit. Tashmë jemi më të mprehtë, nuk e zgjasim shumë, i bjem gjërave pak a shumë shkurt, kjo dhe na fitojmë edhe më tepër kohë pra. Nuk e harxojmë kot, prandaj dhe kemi edhe mundësi që këtë kohë që fituam arrim që ta përdorim në vende që na nevojitet. Në lidhje me shoqërinë, në këto momente shenja e Virgjishës vazhdon që të ketë fat, vazhdon që të ketë mbështetje. Mjafton që në këto momente të ditë të kërkojnë ndihmë. Kjo është e domosdoshme veç. Dhe plus kemi edhe për ju realizimin e ëndrave. Kjo sepse kemi arritur tashmë që të përzjedhim gjërat të cilat deri në këto momente na kanë penguar. Për shenjën e Virgjëreshës jemi futur në një periudhë ku pengesat pak a shumë ju kanë rritur, i kanë forcuar, ju kanë bërë persona me një vullnet të hekur, pavarësisht se mund të jeni të lodhur, duke qenë se rrugën e shikoni shumë qartë, duke filluar nga dita e mërkurë tutje, do të keni shumë më të thjeshtë, do të jeni shumë më të bindur dhe më të sigurt në hapat që jeni. Gjithsesi, por përsëris do të këshilloja që të dëgjonit edhe videon që kam bërë në lidhje me hënën e re, sepse aty kam folur edhe më gjërë në mënyrë se si mund të ndikohen qoftë shëndeti dhe qoftë edhe tek ndikimet e tjera të cilat prekte kjo hënë e re. Nga kjo javë në përgjithësi do të kemi ndikime pozitive edhe për sa i përket çështjeve sentimentale, sepse jeni shumë më tepër pasionant kundrejt partnerëve tuaj, sidomos ata që janë në një lidhje afatgjatë, këtë ndikim do ta ndiejnë edhe më tepër. Do t'ju këshilloj që të kalonit kohë me partnerët tuaj, për të gjithë ata që nuk janë në një lidhje, nuk ka fare rëndësi, jeni në një periudhë me fat, mjafton që ju të dëshironi që ta reflektoni pra këtë pasion kundrejt jetës. Në momentin që e shprehni pasionin për jetën, do të filloni që ta argëtoni edhe më tepër, madje e gjitha kjo mund të ndërtojë edhe një cikël të ri i cili sjell në jetën tuaj shumë begati të madhe, duke qenë se paraja dhe gazi janë në njëjtë energji. Okej, këto ishin ndikimet që kemi për javën në vazhdim. Kam folur për të gjitha shenjat. Këtë video do të mund të gjeni nesër tek kanali im YouTube-it, fola për javën në vazhdim për tematikat që preket çdo shenjë. Mund të keni tema të tjera të cilat ju vinë në mendje dhe të cilat nuk mund, ndoshta si kam përmendur gjatë kësaj lidhjeje. Kjo do të thotë që gjatë javës në vazhdim nuk ishin dominante, por mund të jenë pyetje personale tuaja. Në qoftë se dëshironi që të merrni përgjigje të këtyre pyetjeve, mund të drejtoheni tek WhatsApp-i, të më shkruani nga WhatsApp-i për të marrë konsultën tuaj, atëherë ju përgjigjem. Okej, këto ishin ato çfarë kisha për të thënë. Dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Faleminderit edhe një herë dhe pashim.